Temperaturat në parlamentin e Kosovës po luhaten her 57, her 56, her 54 vota Celsius. Sonte në sofër na ka nderu Faton Abdullah. Faton, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A je lodha joa? Se s'munësh me ndërtu diçka të mirë, çfarë do natyre kofta jo, duke e shem të kalumën. Monen men, idet korruptive kanë sjellë vota për këtë qeveri. Për atë qeveri që është që hala subo pretendon. Ai ka fol me media dhe e ka po që mediat, po e marrin, po e përthithin, po e përkrahin, janë po të njëjtit, shumica atyre. Këtu kem të bëjmë me problemin edhe mungesës pragmatizmit, edhe mungesës patriotizmit. Kur e then ligjin, ky po bën mirë. Kur ky e kundërshton ligjin e Kosovës, po bën mirë si pishtyn proceset përpara. Se ligjet i kanë bë këta. Edhe kur propozojmë diçka, mu mirë kuptu prej partisë që pretendon pushtetin. Mirë, hajde penzojmë o zgjedh krye parlamentarja, mos po na rrok edhe në ngersh tjetër tash puna e qeverisë. A kem vota tash edhe për të qeveria? Një dit, për një dit e krymë. Memli Krasniqi e ka thonë, jep na një mundësin të nesërme në bojmë qeveri. Shumë kanë hongër që thojnë korën bukër me 7 kore, e din që është politika, e din që është me lshu pej. A ekziston mundësia Dragodani në zarfin e zimën apër? Ky qytetari i Kosovës, mas shumëti e ka besu edhe mas shumëti e ka botu Partinë Demokratike.